Në organizim të shoqatës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare, sot në Tetovë është nderuar me një akademi solemne veprimtari Azgan Haklaj nga Shqipëria. Medalja i është dhënë nga ana e ish-generalit Gëzim Ostreni. Pas marrjes së medaljes me emblemën e ushtrisë çlirimtare kombëtare, Haklaj është shprehur mirënjohës që nderohet për kontributin e tij, ndërsa në fjalimin e tij tha se ka qenë detyrë kombëtare për të ndihmuar kombin në momente të vështira. Jam mjaft i emocionuar për vlerësimin e madh që më bën organizata veteranëve të luftës të ushtrisë çlirimtare kombëtare të Maqedonisë së Veriut. Për shkakun se ka 3 gërma të arta të alfabetit shqip, U-Q-K. Pikërisht në 100 vjetorin e kalimit namshim të njëjtë prej burrave më të shquar, Luiz Gurakuqi, që në Kongresin e Manastirit, pas unifikimit, shkrojti në drasë rezez rroft alfabeti shqip. Vëllezër dhe motra, vlerësimi për mua është vlerësim edhe për familjen time, është vlerësim për Malsinë Gjakovës, është rivlerësim për sivllaun tim Tahir Sinani, generalin e 3 luftave. Është vlerësim për familjen time të parë të mi, sepse testamenti që ata më kanë lënë, si gjyshin nga baba dhe gjyshin nga nëna, është besimin në Zot, dashuria për atë dheun e kujdesi për familjen. Në ndërkohë, ish komandanti i përgjithshëm i ushtrisë çlirimtare kombëtare Ali Ahmeti tha se fal kontributit të tij dhe shumë personaliteteve të tjera është arritur çlirimi i Kosovës. Janë përmirësuar të drejtat e shqiptarëve në Lugin të Preshevës dhe janë fituar shumë të drejta në Maqedoninë e Veriut. Ai më tej tha se shqiptarët duhet që të ruajnë miqësinë me Amerikën, ndërsa përmendi rolin e shumë dëshmorëve që kanë dhënë jetën për liri. Gjatë luftës e pas luftës do të me bërë akademi shkencore. Asë nuk do flasë për pjesën e kontributit juaj në fushën e artit e të koreografisë në ansamble, sepse medaljen e mirënjohjen nuk e merrni për koreograf, as për krijimtarin që ju e keni bërë të pas luftës. Ju dekoratën e mirënjohjen e merrni si kontribus natë e ditë për shlirimin e tokave të pushtuar. Kontributi juaj, sa do që ju jeni modest, por ka zënë vend, ai flamur që valvitet në Shqipëri, valvitet i lirë dhe këtu i garantuar me ligj dhe i fituar me gjak. Për kompromise me lirin ton, me armiq nuk kemi bërë. Ne duam vendin ton me dignitet. Tetova është e jona. Këto universiteti janë tonë. Këto qendra që i kanë ngritur shqiptarët janë tonë. Ne të tjerëvet u themi, mos na prekni ku s'preket. Se të hapish plak dhe të gërbishish mbi plak të vjetra, dhëmbin më shumë se sa plaga e re që hapi. Azgan Haklaj është veprimtar i njohur i çështjes kombëtare, ish deputet, artist dhe është dekoruar me shumë medalje, si nga shteti shqiptar, po ashtu edhe nga Kosova, nga shoqata e veteranëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Paralajmërua se do të ketë edhe mirënjohje të tjera të kësaj natyre përmes akademive të cilat titullohen Heronjt e Heshtur.